Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Surja El Me'arij, zbritur në Mekë, ajete 44. Përmbajtja e surës El Me'arij. Mes komentuesve të Kuranit është i njohur mendimi se surja El Me'arij është prej sureve që ka zbritur në Mekë. Sipas Fehrest ibn Nedim, të librit Nadhmud Durar dhe Tanasuku Ayat wa As-Suwar, në përputhje me atë që ka përcjellë Ebu Abdullah Ez-Zenjani në Tarikhul Quran, kjo është surja 77 që ka zbritur në Mekë. Por kjo nuk e pengon faktin që disa ajete të saj të kenë zbritur në Medinë. Kjo çështje nuk i përket vetëm surës El Me'arij, sepse te shumë sure të Kuranit të zbritura në Mekë ekziston një ajet apo disa ajete të cilat kanë zbritur në Medinë ose e kundërta, disa sure medinase kanë ajete mekase. Dietari i shquar eruditi Emini ka sjellë shembuj të shumtë në lidhje me këtë çështje në librin e tij të njohur El Ghadir. Ekzistojnë transmetime të shumta që tregojnë se ajetet e para të kësaj sureje kanë zbritur në Medinë. Ne me ndihmën e Allahut do t'i komentojmë këto ajete. Në këtë sure spikasin mjaft mirë karakteristikat e sureve mekase, si për shembull, tema në lidhje me parimet e fesë, veçanërisht ringjallja dhe paralajmërimi i hipokritëve dhe i kundërshtarëve. Në përgjithësi, kjo sure ndahet në 4 pjesë. Pjesa e parë diskuton për ndëshkimin e shpejtë ndaj një personi i cili i mohonte disa thënie të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ajeti thot: nëse është kjo që na thot Muhamedi, është e vërteta ardhur prej teje, Allahut, atëherë më dëno mua. Ndërkohë zbritën 3 ajetet e para të kësaj sureje. Pjesa e dytë diskuton për veçoritë e Kiametit, premisat e tij dhe gjendjen e jo besimtarëve në atë ditë të madhe. Ajetet nga 4 deri te ajeti 18. Pjesa e tretë e kësaj sureje shpalos vetit e njerëzve të këqij dhe të mirë, cilësitë të cilat i bëjnë ata banor të xhehenemit apo të xhennetit. Ajetet nga 19 deri te ajeti 34. Pjesa e 4 përfshin paralajmërimet që u bëhen hipokritëve dhe mohuesve, si dhe i kthehet edhe një herë tjetër çështjes së ringjalljes me trajtimin e të cilës përfundon surja.